Selam aleikum hoxh. Si të veprojmë me njerëzit ku na thonë je në rrugën e gabume ose ekstremist, pse ndjekim Kur'an dhe Sunnet? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Thuaj unë ndjek Kur'anin dhe Sunnetin, sepse Allahu i lartësuar më urdhëron në Kur'an që me ju bind atij dhe me ju bind të dërguamit alayhis salam. E nëse kjo të duket ekstremizëm, thuj, bindja ndaj Allahut lartësuar, atëherë pyet e veten, thuj, si ke punët me fen. Më mirë, thuj, të më shuash ti ashtu e ke Zoti i gjithësisë, ti jem në rrugën e drejtë, se sa, thuj, të më shuash i moderuar, se po shkel urdhrat e Zotit gjithësisë. Prandaj vlla im, syno kënaqësinë e Allahut lartësuar, përmbaju Kur'anit dhe porosive të profetit alayhis salam, se kënaqësia e njerëzve është çështje që nuk arrihet.